Data 11 mars. Eksodi, kapitulli 22. Në rast se ndokush vjedh një ka a një dele dhe i vret ose i shet, do të kthej 5 shqe për kaun dhe 4 dele për delen. Në rast se vjedhësi i kapur kur po bën një thyrje, rrihet dhe vdes, pronari nuk është fajtor për vrasjen e tij. Në rast se dielli ishte ngritur ku ndodhi ngjarja, ai është fajtor për vrasje. Hajduti duhet ta lajë dëmin, dhe po të jetë se nuk ka me se ta lajë, shitet për vjedhjen e kryer prej tij. Në rast se gjëja e vjedhur, qoft ka ose gomar ose dele, gjendet e gjallë në duart e tij, do të kthej dyfishin e saj. Në rast se ndokush dëmton një ar ose një vresht, duke i lëshuar kafshët e tij të kullosin në arën e një tjetri, do ta lajë dëmin e bërë me atë që ka më të mirë në arën dhe në vreshtin e tij. Në rast se një zjarr përhapet dhe shtrihet deri te ferrat, kështu që digjet gruri në duaj ose gruri në këmbë ose ara, ai që ka ndezur zjarrin do ta lajë dëmin. Në rast se dikush i jep fqinjit të vet para ose sende për ruajtje, dhe këto vidhen nga shtëpia e këtij, në rast se gjendet vjedhësi, ai do të kthejë dyfishin. Në rast se nuk gjendet vjedhësi, i zoti i shtëpisë do të dërgohet para Perëndis për t'u betuar se nuk ka vënë dorë mbi pasurinë e fqinjit të tij. Për çfarë do lloj krimi, fjala vjen qoft edhe për një ka, një gomar, një dele, një veshje apo çfarë do sendi të humbur që një tjetër thotë se është i tij, çështja e të dy palëve do të shtrohet para Perëndis. Ai të cilin Perëndia do të dënojë, do t'i kthejë dyfishin fqinjit të tij. Në qoftë se ndokush i jep për ruajtje fqinjit të tij një gomar, një ka, një dele, apo çfarë do lloj tjetër kafshe, dhe kjo ngordh ose plagoset, ose dhe merret pa e parë njeri, të dy palët do të betohen para Zotit për të mësuar nëse marrësi në dorëzim nuk ka vënë dorë mbi pasurinë e fqinjit të tij. I Zoti i gjës do të pranojë betimin dhe tjetri nuk do të jetë i detyruar të lajë dëmet. Por në qoftë se gjëja i është vjedhur, ai duhet ta lajë dëmin që ka pësuar i Zoti. Në qoftë se kafsha është shqyer, do ta çojë si provë dhe nuk do të jetë i detyruar të dëmshpërblejë kafshën e shqyer. Në qoftë se dikush merr hua nga fqinji i tij një kafshë dhe kjo plagoset apo ngordh kur i Zoti nuk është i pranishëm, ai duhet të dëmshpërblejë dëmin. Në qoftë se i Zoti është i pranishëm, nuk do të dëmshpërblejë dëmin. Në qoftë se kafsha është marrë me qira, ajo përfshihet në çmimin e qiras. Në qoftë se dikush mashtron një vajzë ende të pafejuar dhe bie në shtrat me të, duhet të paguajë për pajën e saj dhe ta marrë për grua. Në qoftë se jati refuzon prerazit t'ia jap, ai do të paguajë shumën e kërkuar për pajën e vajzave të virgjëra. Mos e lër të jetojë shtrigën. Kush çiftëzohet me një kafshë do të dënohet me vdekje. Kush i bën flijim me një perëndije tjetër veç Zotit do të shfaroset. Mos keq trajto të huajin dhe mos e mundo, sepse edhe ju ishit të huaj në vendin e Egjiptit. Mos mundo asnjë grua të ve, asnjë jetim. Në rast se i mundon ata në një farë mënyre dhe ata bërtasin në drejtimin tim, unë do ta dëgjoj patjetër britmen e tyre. Do të zemërohem dhe do t'ju vras me shpatë. Gratë tuaja do të mbeten të veja dhe bitë tuaj jetim. Në rast se ti jep para hua dikujt nga populli im, të varfrin që është me ty, mos e trajto si fajdegji, mos i impono asnjë kamat. Në qoftë se merr peng rrobën e fqinjit tënd, do t'ja kthesh para se të perëndoj dielli, sepse ajo është e vetmja mbulesë e tij dhe veshja me të cilën mbështjell trupin. Me se tjetër mund të flinte ai, dhe po të ndodhë që ai të më drejtohet mua, unë do ta dëgjoj, sepse jam mëshirëplot. Mos blasfemo Perëndin dhe mos mallko princin e popullit tënd. Mos ngurro të më japësh detyrimin nga korrja jote dhe nga ajo që rrjedh nga mokrat e tua. Do të më japësh të paralindurin e bijve të tu, do të veprosh një lloj me lopën dhe me delën tënde. Pjella e tyre e parë do të rrish 7 ditë pranë nënës. Ditën e 8 do të më japësh mua. Ju do të jeni për mua njerëz të shenjtë. Nuk do të hani mish të asnjë kafshë të shqyer në fusha. Hidhuani atë qenve. Gjoni, kapitulli i parë. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte me Perëndin, dhe fjala ishte Perëndi. Ai, fjala, ishte në fillim me Perëndin. Të gjitha u bën me anë të tij, fjalës, dhe pa të nuk u bë
as edhe një nga ato që janë bërë. Në të ishte jeta, dhe jeta ishte drita e njerëzve. Dhe drita ndrit në errësirë dhe errësira nuk e kuptoi. She një njeri i dërguar nga Perëndia, emri i tij ishte Gjon. Ky erdhi për dëshmim, që të dëshmojë për dritën, që të gjithë të besojnë me anë të tij. Ai nuk ishte drita, por erdhi që të dëshmonte për dritën. Ai, fjala, ishte drita e vërtet që ndriçon çdo njeri kur vjen në botë. Ai, fjala, ishte në botë dhe bota u bë me anë të tij, dhe bota nuk e njohu. Erdhi te të vetët dhe të vetët nuk e pranuan, por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtet të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij, të cilët nuk lindën as prej gjakut, as prej vullnetit të mishit, as prej vullnetit të burrit, por prej Perëndisë. Dhe fjala u bë mish dhe ndenjë ndër ne, dhe ne sot ditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetëm lindurit nga Ati, plot hir e të vërtet. Gjoni dëshmoi për të dhe thirri duke thënë: Ky është ai për të cilin thash, ai që vjen pas meje, zëvend para meje, sepse ishte për para meje. Dhe ne të gjithë morëm prej plotësisë së tij hir mbi hir, sepse ligji u dha nëpërmjet Mojsiut, por hiri dhe e vërteta u bën me anë të Jezu Krishtit. Askush se pa Perëndin kurrë, i vetëm lindur i birë që është në gjirin e Atit, ai e bëri të njohur. Dhe kjo është dëshmia e Gjonit, kur judejt i dërguar nga Jeruzalemi për Iftrin dhe Levit për ta pyetur: Kush je ti? Dhe ai rrëfeu dhe nuk e mohoi, dhe rrëfeu: Unë nuk jam Krishti. Dhe e pyetën: Çfarë pra, Elia jeti? Dhe ai tha: Nuk jam. Profeti jeti? Dhe u përgjigj: Jo. Atëherë i than: Kush je ti? Që t'u japim përgjigje atyre që na dërguan. Ç'thua për veten tënde? Tha: Unë jam zëri i atij që thërret shkretëtir. Drejtoni udhën e Zotit, sikurse tha profeti Isaia. Dhe ata që ishin dërguar ishin nga farisejt dhe e pyetën e i than: Atëherë pse pagzon kur nuk je Krishti, as Elia e as profeti? Gjoni u përgjigj atyre duke thënë: Unë pagzoj në ujë, por në mesin tuaj është ai që ju nuk e njihni. Ai është ai që vjen pas meje e zëvend para meje, të cilit unë nuk jam i denjë t'i zgjidh rripat e sandaleve. Këto gjëra ndodhen në Betabara, për te Jordanit, ku Gjoni po pagzonte. Të nesërmen Gjoni e pa Jezusin që po vinte drejt tij dhe tha: Ja qengji i Perëndisë që ngre mëkatin e botës. Ky është ai për të cilin unë thash: Mbas meje vjen një burr që ka zënë vend para meje, sepse ishte përpara meje. Dhe unë nuk e njihja. Prandaj erdha të pagzoj në ujë, që ai t'i zbulohet Izraelit. Dhe Gjoni dëshmoi duke thënë: E pash frymën duke zbritur nga qielli si pëllumb dhe qëndroi mbi të. Dhe unë nuk e njihja, por ai që më dërgoi të pagzoj në ujë më tha: Ai mbi të cilin do të shikosh të zbres fryma dhe të qëndroj mbi të, ky është që pagzon me frymën e shenjtë. Dhe unë pash e dëshmova se ky është biri i Perëndisë. Të nesërmen Gjoni qëndronte përsëri atje dhe dy nga dishepujt e vet. Dhe duke i ngulur sytë mbi Jezusin që po ecte, tha: Ja qengji i Perëndisë. Dhe të dy dishepujt dëgjuan atë duke folur dhe ndoqën Jezusin. Atëherë Jezusi u kthye dhe kur pase po e ndiqnin u tha atyre: Ç'kërkoni? Dhe ata i thanë: Rabi, që e përkthyer do të thotë mësues. Kurri? Ai u tha atyre: Eja një shikoni. Erdhën dhe pan kur rinte ai dhe ndenjën atë ditë bashkë me të. Por ishte rreth orës së 10. Andrea, vëllai i Simon Pietrit, ishte një nga ata që e dëgjuan këtë nga Gjoni dhe e ndoqën Jezusin. Ky gjeti më parë vëllain e vet, Simonin, dhe i tha: E gjetëm Mesian që e përkthyer do të thotë Krishti. Dhe i printe te Jezusi. Atëherë Jezusi e pa dhe i tha: Ti je Simoni, biri Jonas. Ti do të quhesh Kefa, që e përkthyer do të thotë gur. Të nesërmen Jezusi donte të dilte në Galile. Gjeti Filipin dhe i tha: Ndiqmë. Dhe Filipi ishte nga Betsaida, nga qyteti i Andreas dhe i Pietrit. Filipi gjeti Natanaelin dhe i tha: E gjetëm atë për cilin shkroi Mojsiu në ligj dhe profetët, Jezusin, të birin e Jozefit nga Nazareti. Dhe Natanaeli i tha: A mund të dalë diçka e mirë nga Nazareti? Filipi tha: Eja e shiko. Jezusi pa Natanaelin që po vinte drejt tij dhe tha për të: Ja një Izraelit i vërtet, tek i cili s'ka mashtrim. Natanaeli i tha: Nga më nje? Jezusi u përgjigj dhe i tha: Të pash kur ishe në pemën e fikut, para se të thërriste Filipi. Natanaeli duke u përgjigjur tha: Mësues, ti je biri i Perëndisë,
ti e mbreti i Izraelit. Jezusi u përgjigj dhe i tha, sepse të thash se të pash në fik ti beson, do të shohësh gjëra më të mëdha se këto. Pastaj i tha, në të vërtet po ju them, se tash e tutje ju do të shihni qiellin e hapur dhe ëngjëjt e Perëndisë duke u ngjitur dhe duke zbritur mbi birin e njeriut. Jobi, kapitulli 40. Zoti vazhdoi t'i përgjigjet Jobit dhe tha, ai që kundërshton të plot fuqishmin, a dëshiron vallë ta korrigjoj? Ai që qorton Perëndin, t'i përgjigjet kësaj pyetje. Atëherë Jobi u përgjigj Zotit dhe i tha, ja, jam shpirt vogël, çfarë mund të përgjigjem? E vë dorën mbi gojën time. Kam folur një herë, por nuk do të flas më, po 2 herë, por nuk do të shtoj asgjë. Atëherë Zoti ju përgjigj Jobit në mes të furtunës dhe i tha, qohu, ngjishe brezin si një trim. Unë do të pyes dhe ti do të më përgjigjesh. A dëshiron pikërisht të anulosh gjykimin tim, të më dënosh mua për të justifikuar vetveten? A ke ti një krah si ai Perëndis dhe a mund të të gjëmoj zëri sa zëri i tij? Stolisu pra me madhështi dhe madhëri, vishu me lavdi dhe me shkëlqim. Jepu rrugë të rbimeve të zemërimit tënd. Shiko tërë mendim dhënë dhe uli. Shiko tërë kryelartët dhe poshtëroj dhe shtypi njerëzit e këqij kudo që të ndodhen. Varrosi të tërë në pluhur, mbylli në vendet e fsheta. Atëherë edhe unë do të të lëvdoj, sepse dora jote e djathtë të ka siguruar fitore. Shiko behemothin që e kam bërë një lloj si ti, ai habarin si kau. Ja forca e tij qëndron në ijet dhe fuqia e tij në muskujt e barkut të tij. E lëkund bishtin e tij si një kedër, nervat e kofshëve të tij janë të thurura mirë. Kockat e tij janë si tuba prej bronzi, kockat e tij janë si shufra hekuri. Ai është e para nga veprat e Perëndis, vetëm ai që e bëri mund t'i afrohet atij me shpatën e tij. Ndonse malet prodhojnë ushqim për të dhe aty tërë kafshët e fushave të frehen, ai shtrihet në mbimet e lotusit, në vendet e fshehura në kallamisht dhe në moçale. Bimet e lotusit e mbulojnë me hijen e tyre, shelgjet e përrojit e rrethojnë. Lumi mund të dalë nga shtrati i tij, por ai nuk ka frikë. Është i sigurt nga vetja e tij, edhe sikur Jordani të sulej kundër gojës së tij. Kush pra mund ta zërë nga syt apo t'i shpoj flegrat e hundës me gremça? 2 Korintasve, kapitulli 10. Por vet unë, Pali, po ju këshilloj me anë të zemërbutësisë dhe të mirësisë së Krishtit. Kur ndodhem vetë midis jush jam i përulur, ndërsa kur jam larg tregohem i guximshëm ndaj jush. Ju lutem që kur të vite ju, të mos jemi detyruar të veproj me guxim, me atë siguri, me të cilën mendoj të guxoj kundër disave që na konsiderojnë sikur ecim sipas mishit, sepse edhe pse ecim në mish, nuk luftojmë sipas mishit, sepse armët e luftës son nuk janë mishërore, por të fuqishme në Perëndin për të shkatërruar fortesat, që të shkatërrojmë mendimet dhe çdo lartësi që ngrihet kundër njohjes së Perëndis dhe të bëjmë rob çdo mendim që t'i bindet Krishtit, dhe jemi gati të ndërshkojmë çdo mosbindje, kur bindja juaj të jetë e plot. A i shihni gjërat sipas pamjes së jashtme? Në qoftë se dikush është i bindur në veten e tij se është i Krishtit, le ta mendoj këtë përsëri nga vetja e tij. Sikurse ai është i Krishtit, ashtu edhe ne jemi të Krishtit. Edhe nëse unë do ta mburja veten më tepër për autoritetin ton që Zoti na dha për ndërtimin dhe jo për shkatërimin tuaj, nuk do të turpërohem, që të mos dukem sikur po kërkoj t'ju trembem përmes letrave. Sepse dikush thot, letrat e tij janë të rënda dhe të forta, kurse paraqitja e tij trupore është e dobët dhe fjala e tij e përbuzur. Le ta di pra ai njeri sa ashtu si jemi në fjalë me anë të letrave kur jemi larg, të tillë do të jemi edhe me vepra kur të jemi të pranishëm. Sepse nuk guxojmë të renditemi ose të krahasohemi me ata që e rekomandojnë veten e vet, por ata, duke matur veten me veten e tyre dhe duke krahasuar veten me veten e tyre, nuk janë të mençur. Por ne nuk do të mburremi jashtë masës, po sipas masës së lëmit që na caktoi Perëndia si masë që të arrijmë deri te ju. Sepse ne nuk po shtrihemi përtej caqeve, sikurse nuk arritëm deri te ju, sepse ne arritëm me të vërtetë deri te ju me ungjillin e Krishtit. Dhe ne nuk mburremi përtej masës për mundimet e tjetër kujt, por kemi shpresë se duke u rritur besimi juaj, ne do të bëhemi të mëdhenj ndër ju më së tepërmi, sipas lëmit ton, që të përhapim ungjillin edhe përtej vendeve tuaja, pa u mburrur me ato që janë bërë gati në këtë lëm nga të tjerë. Por ai që lëvdohet, le të lëvdohet në Zotin, sepse s'është i provuar ai që e rekomandon veten e tij, por ai të cilin e rekomandon Zoti.